Ose të bësh këtë që je duke bërë tash. Këtë që je duke bërë tash këtë nivel që je ti. Ose të kapësh të dokumentesh në një situatë dashuriç që të fake parazitare. Kaq që më të bësh ti këtu. Se mama të morit për zgjodhit çoj që një shkallë më lart. Ai që është faqe po ja do gjithë nga koka ke këmbë. Po që ti tregosh ti fëmijën tjetër. Nga baba të bëri beba. Ore, po ta vjen ti tregosh fëmijën tjetrit, ti. Ti ngele ke beba. Ti ngele te beba. Kaq. Se kam kombinuar kapelen me batanien. Ky çuni thot mos të ofendoj, mos flik gojën, thot pler, hale, morr, banjo. Unë nuk e di se për kesin për shembull të pastrosh banjo. Nuk e di pse e çon në një konotacion të shpifur. Se të pastrosh ka shumë njerëz që bëjnë këtë punë sanitare. Për shembull, ose bëjnë kujdese për plaka, kujdese nëpër spitale, pastrojnë banjot nëpër institucione shtetërore, sanitare quajtur ndryshe. Nuk e di pse për shembull e profilizon në një konotacion shumë të shpifur pjesa pastrimit banjos, që e përdor për të nxjerrë mllefin kundër kiçës. Iku që mohabeti tjetër. Ky çuni tash i prap Casey për shembull, thjesht po përfiton për situata për t'i dhënë zë sa më shumë, pse asë gjë s'kish për të zë aty. Je do të tregoj unë tash në fillimi se çka ka ndodhur. Shiko këtë videon. Ishte marrëdhënia me Brikenën. Tash këtu dëgjojnë me kujdes. Ishte sqarimi me Brikenën, nuk e mbajti si Tiranë. Unë jam vetëm dhe ai ka dhe Stelini që do përçojë dhe do të më i besueshëm. Po jo. Ti ke një bord Brikenës tjetër me atë. Të ndau Stelinën nga Ina. Betov që ti unë kam thënë këtë. Se ti betohesh këtu. Për zotin. Betov. Te ke thonë. Të të vitur, prapë. Vi dymër. Të vit. Aty më isha, ja mo ty ishe. Mo ty s'kena qenë bashkë. Ke qënë ti që e ke thënë. Ke qënë ti që e ke thënë. Ke thënë ti që e ke thënë. Po i thënë pra. Ke qënë ti që e ke thënë. Që unë ja kam borxh asaj Brikenës sepse më ka shpëtuar. Po, se kam dëgjuar dhe unë. Ti betohesh këtu. Ti betohesh për Zotin. Ti betohesh për Zotin. Ti betohesh për gocën. Ti për kë betohesh? Kristi. Me dy kohë. Ti që më përmend mua gocën. Se kam përmendur unë. Pra e gjithë strumullari për shembull nisi sepse Miri tash do të ti thoshte diçka kiçës, për diçka që nuk e ka thënë, por që e ka thënë vetë Miri, po me që ka thënë vetë do të ta bënte sikur ka thënë kiçua. Edhe ky i tha pa beton për Zotin. Iksele Nami thot ky se ti beton gjithmonë. Ti edhe për gocën beton këtu. E kam të shenjtë, prandaj e ke përdorur betimin e saj për gjëra të kota këtu se ai të shenjtë ke thot. Ta se vjen pastaj ky Casey vjen Casey aty hidhet si pyk. E kupton si pyk dielli. Si pyk hyn aty ai si 7-13. Hyn aty edhe si të faktorizohet të debat. Pas gjë fundja fare i tha nuk është se ky ja solli është ky Miri që është betuar për disa raste kundrejt kiçës që kanë gjetë pa vërteta në emër të gocës. Edhe tha i se ti kështu beton i tha kiçua. S'ka asgjë as vajzë asgjë, por gjithsesi ky Casey nuk gjeti dot një arsye ku të kapesh ti binte kiçës, edhe tha po përfitoj në këtë situatë. Thjesht është çështje faktorizimit, çështje për të faktorizuar që ato kapem me këtë, kapem në debat, kapem me këtë se me këtë më hecën. Tash